Orbër, mirë se na erdhe herën e dytë për të liun falëndrejt. Mirë se të gjeta Ardet. Na ke lënë që me thonë Amel herën e fortë thero më pet. Faleminderit, shpresoj që jemi kanë të dobishëm, po edhe kësaj radhe shpresoj që ato që komunikojmë së bashku me kanë të vlefshme për ata që na dëgjojnë. Tema që e kam zgjedh është adoleshenca, edhe për shkak të filmit që u bë pak më e madhe, kështu po që u trajtuan çitku më shumë. E lypa një farë për kufizimi që është adoleshenca, edhe për kufizimi është më i saktë, kështu që është një farë periudhë kalimtare, por shumë e ndjeshme te fëmia, te tri te adoleshent, që luan rol shumë në formimin e personalitetit tyne. Është pak shumë e njëjta. Tash po du me përmend se gjysha këtyne herë, i theshin kur u lazreshin fëmia, hajt loke ka dalë se fazën e kanë, edhe që kjo faza e gjysha të kjo i loke që të fazat kur s'po nalshin. Që kjo i bjen që normal edhe adoleshenca është një fazë e jetës, një fazë kalimtare, nashta që me kalu prej një fëmije të një rritun, edhe që është faza e cila kërkon mas shumë të energji. Fjala është energji, sepse je energjik, bota për ty s'ka kuptim, dhe ti dush me dha botës një kuptim, sepse kur ti e fëmijë, bota e ka një farë kuptimi, ka kuptimi përmes lojës, përmes emocioneve. Tash kur kalon adoleshencë, ti pjekësh pak dhe bota ma mundet mos me pas qatë kuptimin, ti po bash tash ma një fëmijë i rritun, një fëmijë i burr, një fëmijë i gru, tash ma po ndryshojnë shumë sene. Që është faza po ashtu edhe në cilën mas shumë të ndryshon trupi, nuk ndryshojnë veç menimet, nuk ndryshojnë veç emocionet, por është faza ku tashmë trupi, zoni, gjithçka mrena për mrena te ndryshon, që e ban se ndryshimet të realitet janë gjana cilat sjellin ankth, edhe që aja është një farë faze në realitet, faze e ankthit, se nuk e din kush je, dhe jenë tendenca për me kuptu kush je. Tash sigurisht që na jena në këtë botën, në këtë jetën tonë, na që të pyetjen kush jam, është diçka që na e kërkojnë në vazhdimsi. Po kjo faza adoleshencës është faza në cilën kërkohet mas shumti. Tash në realitet në adoleshencë nuk është që ti nuk e kupton botën për rreth. Mirë po ata që janë për rreth te nuk e kuptojnë botën tonë në cilën ti je. Tash ti jeni një farë bote që s'po ekziston, gjithçka është e dyshim, gjithçka është e pasigurt rrethin tan, dhe njëkohësisht edhe ata që janë për rreth teje ose njerëzit që duhet me të kuptu, janë njerëz që nuk të kuptojnë. Për shembull, nëse unë flas personalisht, unë shpej kam aktualisht 3 adoleshent, mirë po secili e ka pas atë kohën e vet. Qatë shumë kanë ditë me të bënë nervoz, ose ti nuk e ditë në herë edhe mu qetësu, pavarësisht që ti je psikolog dhe njerëz thonë ti je psikolog, ti dush me ditë me menaxhu këto. Në realitet, që e faza adoleshenta të mi që unë i kam në shpe, ka qenë tepër e vështirë për mu, për me i menaxhu, për me i kuptu, për me kuptu një botë që asa ta vetë nuk e kuptojnë. Po, për çfarë moshë për shembull fillon adoleshenca dhe kur mbaron, sa është kjo fazë tranzicioni, domethënë. Na i thojmë na herë mosha kalendarike, është mosha ku na kemi lind, edhe mosha mentale, është mosha në cilën na pjekmi, maturohemi. Zakonisht kjo fillon me pjekjen e organizmit tonë. Ma fillon me pjekjen e trupit tonë, tashmë trupi është i gatshëm edhe për riprodhim. Kështu që kjo moshë zakonisht sillet prej moshës 11 vjeç deri në moshën 16 vjeçare, që është ajo faza invazive ose shumë e ashpër, sepse mundet me vazhdu edhe deri në moshën 20 vjeçare, përderisa te dikush mundet me vazhdu edhe deri në moshën 30 vjeçare dhe nuk pjeket. Po në realitet që kjo invazioni emocionale, invazioni i pjekës individuale të një adoleshenti është mosha 19 vjet deri në moshën 16 ose deri në moshën 18 vjeçare, që është ajo periudha kryesisht ku ti merresh intensivisht me veten tonë për me kuptu çka po ndodhet te dhe çka po ndodhet për rreth teje. Domthonjë kjo fjolla e popullore që ka me gjithë adoleshent, për shembull i thonë në 50 vjeçori, domthonjë ka bozë dhe psikologjike. Sigurisht sepse na pjekmi jo vetëm fizikisht, na pjekmi edhe në aspektin mental. Dhe që kjo mos pjekja jonë mentale, plotësisht ka në drejt, sepse najherë sjelljet tona janë sjellje minore, të papjekura, që njerëz kur na thojnë kemi të adoleshent, po tash kjo është stigmatizim, sepse adoleshentët në realitet kanë një nevojë caktuar. Dhe nëse edhe një të pjekur i thua adoleshent, sjellja e tij na tregon që ai po sillet si një adoleshent, po në realitet ka një nevojë të paplotësuar, mrena për mrena, vetës që nuk e ka plotësu qatë nevojë, edhe që kjo është arsyeja pse na i thojmë adoleshent, po na do të me këshyrë çka po ka te ai, çka po ndodh te ai, në mënyrë që me përpunu qato ndjenja dhe qatë sjellje tina në realitet, sepse jo rastisht ai po sillet minor, ose jo rastisht është
të u shfaq me sjelljet e veta si një adoleshent. Ka diçka që edhe nuk e ka përpunu. Kështu që jeta ka do faza të vetat. Edhe që i bjen që na çdo fazë për neve në realitet është një traumë jonja. Pra kur ti je fëmijë ka ndodhur disa gjëra, kur ti del në adoleshencë. Dhe tash në çato faza të adoleshencës je në faza ku ti kërkon një model të mirë. Edhe modelet më të mira mund me ka prindët tu. Nëse ti nuk gjan modele të mira të prindët tu, pastaj ti del në rrugë dhe gjan njerëz kurdo që paraqitet e ti. Dhe kështu që kjo është faza më e vështira. Pastaj për adoleshencës kur del te i rrituri ose kur del te rinia, pavarësisht që ke gjetë modele, tash në rini modelon edhe i pjekësh, është koha kur ti si ri ki me gjetë partnerin e jetës. Dhe gjetja partnerit jetës është traumë veti, pastaj fejesa, ndryshon jetën tonë, pastaj martesa, ardha një fëmijë dhe gjithherë ti në disa faza të cilat ti dush me tregu maturitetin tanë, dush me ditë çu shkimu gjinë dhe çu shkimu sill në çdo situata. Dhe kështu që çdo ndryshim sjell ankth dhe kështu që çaj ankthi pastaj prodhon edhe konfliktet e mbrëmshme të individëve. Mirë po mas shumë ty ku prodhohen çdo konflikte është kjo faza e adoleshencës, faza ku ti kërkon me ditë kush je, faza ku ti kërkon një model drejt për me përcjell dhe me modelu. Sepse adoleshentët kanë nevojë për modele të mira. Adoleshentët janë persona që bëjnë mas shumë të gabime. Gabimet, po kush i përcakton çka janë gabime. Na si të rritun, thojmë që nëse një fëmijë i moshës 16 vjet, 15 po pin duhanin, shohim si diçka tepër e keqe. Kur shohim si diçka e keqe që na irriton neve si prind, sepse si prind kena tendenca me pa veten gjithherë gabim. Çdo gabim që e bëjmë fëmijët ton, na e projektojmë te vetja dhe shohim veten ton si gabim. Kështu që fillojmë u bë nervoz, u bë agresiv, më bon tashpër, mandje me përdor edhe dhunë fizike ndaj fëmijëve tonë, këtë rast ndaj adoleshentit tonë, dhe nuk nalmi me pa çka e ka shty adoleshentin tonë deri te një cigare, ose të shumë cigare, ose me keqja të drogat, ose sa në tjera. Është dështimi jonë si prind, për mi ofru ati një mbështetje të caktune, edhe tash edhe kur pe ban gabimin e prap na po dështojna, sepse nuk pe japën për krahjen e duhur që ai e ka. Se jo rastisht ai ka shku te droga, jo rastisht ka shku te alkoolet, jo rastisht ka shku te sjellje deviante, sepse na nuk i kena ofruar atij një model të mirë. Dhe kur e ban gabimin tash na do të në realitet mirë kish me qenë na me mbështet në aspektin psikologjik, sepse jem prindi ose jem familjari tina dhe çush e bëjmë këto, e kuptoj gabimin që ti ke zhvilluar. Unë shpresoj shumë që ti nuk i me përsërit më këtë gabim. Mirë po kurdo që ti gabon, prap dije që e ki një adresë me cilën ti munësh me diskutu, munësh me fol, sepse në interesin tem, për fëmin tem është me pa çush ai po nihet, çka ka shtyte që gabimet që ai ka zhvillu. Por në kundër kësajna, do për me kanë një fjalor për krahas, një fjalor mbështets për adoleshentin, unë bëna agresiv, dal për vetës tem, edhe kështu që e humbi në realitet personin, e humbi adoleshentin. Pse e humbi? Sepse ai ka me dal me gjetë një përkrahje dikun tjetër dhe një përkrahje të pasigurt, sepse jashta shtëpisë, jashta familjes, gjithherë përkrahjet, modelet janë të pasigurta për mua. Për mua dhe për secilin. Para se me vazhdu tutje, për të pyes për këtë farë mini serialin, 4 epizoda. I patë, nuk e këmë këshyrë, veç këmë këshyrë shumë analiza për to. Apo të rast me e këshyrë, Orbe? Në realitet kam pas shumë frikë me e shiku një herë si serial, sepse zakonisht kur bëhet një temë e madhe, e bjen që kisha frikë me e shiku, s'do isha me e shiku, sepse këtë pe e shikojnë. Edhe kur bëhet shumë mediatike, në realitet edhe nuk është prodhimi qaq i mirë. Nështë të bënë për shmerit më dhoja? Më pëlqej shumë serialin kur e pash, sepse seriali e ka një temë kryesore, dhe tema kryesore është me vidisu prindrit në Londër, qysh ata me usill me adoleshentët e vet. Ose mi u përçu një mesazh deri te prindrit, me thonë që në çfarë do forme që ju sillnin, çfarë do forme që ju japni mbështetje, çfarë do forme që ju kuptoni prap, adoleshentët e ju janë të pakuptim, nuk keni me arrit me kuptu. Për shembull, çu s'keni mujt me kuptu mesazhet që ata e përdorin në Instagram, si rritëm ti mundesh me thonë, okay, është një zemër, mi po çaja zemra ose çaj simboli, kuptim i japin vet ata që e postojnë, kuptim i japin vet adoleshentët njëri me tjetrin që ata i shohin çto mesazhe. Kështu që kjo diçka e mirë si serial më ndihmua edhe mua personalisht me adoleshentët e mi që unë i kam në shtëpi, mirë po njëkohësisht kjo si prind pastaj mundet me mbjell edhe frikë, sepse ti na jena si prind jena një frikë të vazhdueshme çka po ndodh me fëmijët tonë.
edhe na ndihmë vazhdimisht një pasiguri kur ata janë në shkollë, kur ata janë jashtë shtëpisë, kur ata nuk janë kontakt me neve. Dhe kështu që kjo frikë e vazhdueshme që na e kena, kjo seriali e ban që ti me u friksu akoma më shumë, sepse përmes serialit e shohëm një botë që na në realitet ka shumë gjëra që nuk mundëm me i pa si prindër. Anën tjetër, në qoftë se këto kanë me shiku adoleshentët, ajo i ndihmon me gjetë përkrahje dhe me pa që shiko pas ka njerëz të vujtën sikuron që po vuj, sepse shpesh në shkollë adoleshentët mundën me kanë pjesë e bullizimeve. Edhe për disa janë pjesë e bullizimeve kur e sheh serialin ti bashkë ndjen me serialin. Ose e kundërta e kësajna do me ngjall një traumë të adoleshenti, edhe çat traumën për shkak se ti pe sheh serialin me u të kujtu ngjarja jote personale që ti e ke pas, kjo mund të ndodhë edhe të rriturit, sepse në realitet filmi shfaq një realitet të adoleshentëve në botën e IT-s, në botën e inteligjencës artificiale. Dhe tash bota në përgjithësi, shiko tash për me pas një mirëqenie të mirë psikologjike, në realitet i dush me pas siguri. Dhe që kjo bota në cilën na po jetojna me tashma me inteligjencën artificiale, ka bon që na me pas pasigurit madhe në botë. Çka po ndodh me neve, me çysh kena me zhvillu, çysh kena me tutje, dhe kjo e ka bon që na me ndi shumë pasiguri. Dhe që kjo pasiguria ka bon që na me pas ankth, na me pas depresion, na me pas probleme tjera të gjendjeve tona psikologjike. Kështu që krejt çdo gjana në realitet është seriali i cili i shfaq çdo problematika dhe unë mendoj që është një prodhim i mirë, është një mesazh i mirë që përquhet, mirë po njëkohësisht sigurisht që e ka anën e mirë dhe ka anën e keqe, e cila mundet me ndiku ose me pas një kundër efekt, kurse shumica e ilaçeve shpesh të dikush ka një efekt tjetër, të dikush ka një efekt tjetër. Kështu që njëjtë, domethënë edhe me serialin. Po s'po ku keni sinjal i mirë, kështu që me kthy syt pak ka adoleshentët, në që butën dinamike ku po jetojmë. Në realitet e ki drejt shumë që po thumi kthy syt ka adoleshentët, sepse adoleshentët janë fëmijë, edhe na i shohëm gjithë si fëmijë, edhe thojmë okay, ata do të më na ndëgju neve edhe ata do të me gjetë rrugën e vet. Mirë, po në realitet ata janë fëmijë, cilët kanë nevojë për një përkrahje dhe kanë nevojë me ndihmu me gjetë rrugën e vet. Dhe na nuk i ndihmojna sepse mendojmë që ata janë pijek tash, u rrit, hajde djali jam ti rrit tash, ti të me kuptu vetë të sene, dhe nuk e dina ndjenjat edhe gjanat cilat kalojnë përmes adoleshentëve tonë. Po, Orber, folëm për ndryshimet fizike që janë domethënë rritja se zhvillimi ndryshimet hormonale, zhvillimi organeve seksuale e tjerë. Në aspektin emocional, çka ndryshon te adoleshentët? Mase na shohën praktikisht një farë rebelimi që e kanë edhe ndaj njerëzve më të rritur, ndaj prindërve, ndaj mësimdhënësve e tjerë. Tash ata në botën e vet, secili prej neve pse bëhemi më shumë agresiv ose bëhemi nervoz është ku shkelet e drejta jonë. Dhe ata janë në çat farë gjendje ku mendojnë që drejta tyne po shkelet. Prandaj bëhen nervoz me prindrit, bëhen nervoz me mësuesat e tyne. Tash mosgatishmëria e mësuesit dhe mosgatishmëria e prindrit për me të kuptu ose me të ndëgju deri në fund, bën që ti si adoleshent patjetër që kimu bën nervoz. Që e kriza emocionale mrena për mrena, se ka bazën edhe në aspektin fiziologjik, do ma ka bazën edhe te hormonet, te tajimi, te qysh kanë mu prodhu që ato hormonet caktune mrena për mrena organizmit. Ajo është ekstra që ti të banë nervoz. Mi po nervoza tjetër është sepse njerëz për rreth meje që do të më kuptu, nuk po më kuptojnë. Dhe kjo e ban që ata mos me pas rahati të mrenshme psikologjike, mos me kanë rahat në aspektin emocional. Janë në anë emocionet edhe ndjenjat e tyne janë në pjekje e sipër, do më hala nuk janë pjek, hala nuk janë në avidisu. Tash na nuk janë avidisim veç në aspektin kognitiv. Vidisim në aspektin kognitiv i bjen me ditë që e bardha është e bardha dhe e zeza është e zezë. Çka është diçka e keqe, është e keqe. Çka është diçka e mirë, është e mirë. O ti ke arrit më pjek në aspektin kognitiv, mi pa gjana çka janë të mira dhe çka janë të këqija, ose çka janë dobishme dhe çka janë të padobishme për ty. Mi po nëse pjekje kognitive kanë edhe emocionet, kanë edhe ndjenjat tona dhe na duhet më pjek. Kështu që në fazën e adoleshencës emocionet edhe ndjenjat janë në një farë faze totalisht pa pjekne. Sepse ti nuk je i vetëdijshëm, dhe nuk je pjek mjaftueshëm për çato ndjenja që ti po i ndjen.
sepse çdo ndjenjë, edhe ndjenja e dashurisë, është e çuditshme për ty. Edhe ndjenja e refuzimit, sepse në fazën e adoleshencës ndjen shumë refuzim. Edhe ndjenja e përkatësisë, kujna i përkas, janë këtë ndjenja të çuditshme dhe të pakuptimta. Tash unë si rriton në ndihmë i dhon kuptim ndjenja që ato në ndjej. E di që emisioni që na zhvillojna shkakton një stres saktun mrena për mrena meje, sepse unë do të më dhon përgjigjen e saktë dhe nuk guxoj me gabu sepse jemi para kamera. Por nuk kanë si vedije tashmë adoleshent, për shembull se janë klas, e rrok paniku çfarë përgjigje më dhon dhe mësuesi për mi thotë ti dush me ditë se ke mësuar mësimin për paraqiten në aspektin arrogant edhe mësuesi, kështu që nuk ka çare pastaj edhe adoleshenti pa e tregu çat arrogancën e vet. Kështu që faza e adoleshencës është faza ku personi individin këtë rast është në një fazë të emocionet veta totalisht pa pjekura, sepse don një vedije tjetër totale në këtë aspekt. Kështu që mirë që na po flasim për adoleshentët, sepse kur e shohim përgjithësi në aspektin social, e shohim që bota në përgjithësi Kosovë, familjet tona janë në një farë krize të vazhdueshme, konflikte të vazhdueshme që i kanë dy prindrit. Dhe shumica e pjekjes, për shembull pjekja e arbit kur ka ndodhur, kur arbi ka mësu çka është mirë dhe çka është keq. Ka mësu ty pa modelet mrena për mrena shtëpisë. Modelet mrena shtëpisë munden me kanë dhënshme, jo dhënshme vetëm në aspektin fizik, na me urrej dhe mu ka ca fytë dhe me bë çivita trupa një anit tjetrit. E dhënshme është edhe në diskutimet tona verbale. Kështu që adoleshentët tonë shpesh janë mrena shtyne familjeve, mrena të dy ku janë dy prind totalisht pa pjekun, nuk dinë me komuniku njëri me tjetrin dhe kanë konflikte të shumta, dhe shpesh edhe adoleshentët tonë bëhen pjesë e kësaj dhune edhe fizike edhe psikologjike, dhe dhuna psikologjike është shumë fish më e rëndë, dhe kur del ai prej asaj shtëpies, normal që ka mësu çish me zgjidh problemet. Dhe kur ka mësu çish me zgjidh problemet, ka mësu që problemet zgjidhen me dhunë, sepse dhe babi dhe mami kur po kanë probleme në vete, ata po rrehen. Kështu që dhune me kolegët e mi, me shokët e mi në rrugë, dhune do të më rrej. Edhe e sheh që edhe adoleshentët krijojnë probleme mrena për mrena rrugës, krijojnë probleme mrena për mrena shkollës. Edhe juridikisht, adoleshentët janë të papërgjegjshëm, sepse kur ata bojnë një krim, në realitet ligji nuk e numëron që ata e kanë bërë krimin. Krimin në realitet e ka bërë që shoqëni, e kanë bërë familja dhe e kanë bërë normal jeta sociale në cilën ata jetojnë. Kështu që nuk janë përgjegjës adoleshent për veprat e tyre, por janë anat si të rritun sa kemi qenë të gatshëm na mi ofru. Tash statistikisht e shohim që problemi me drogat është në kolum, problemi me alkoolin është në kolum, probleme tjera në për shkolla, për shembull çdo ditë abuzime, çdo ditë kena therrje, çdo ditë kena gjëra të pa skrupullta që mundesh me ndëgju, edhe që friksohesh për tyne, po anën tjetër nuk është që na po krijojna atmosferë të mirë, aktivitete për adoleshentët tonë, që ata më rritë në një ambient sigurt, edhe me kanë persona cilët japin, ofrojnë siguri pastaj tutje kësaj shoqënie. Sepse shoqënia, mirëqenia e kësaj shoqënie varet shumë për adoleshentëve tonë, mirë po çka i ofron tash që kjo shoqëni që ty në adoleshentëve, që ato kena me marrë ma vonë. Po. Do të thonë vërejna që është një farë dëshire për pavarësi, autoritetet kështu bjen autoriteti prindit, bjen autoriteti mësimdhënësit e tjerë, edhe fëmijën që të fozë lidhet më shumë me shoqëninë. Dhe ndikimi i shoqënisë më i madh. Sa do të më kon të kujdesshëm që me çfarë shoqënie po lidhet fëmia. Tregohet një tregim, është Oriental Stories, është një libër me tregime orientale që cilat përdoren në terapi, cilat na i përdorim në terapi, edhe tregohet tregimi që thot mreti e shen çdo ditë një ëndër. Edhe ëndrën kur e shef mreti, çdo ditë i bjen nga një dham. Edhe mreti e ka të bortarin e vet që i komenton ëndrat mrena për mrena burrit mbretnor, edhe e thret. E thot lutem më tregu çka do të thotë kjo ëndër, sepse unë shumë shpesh shoh si ëndër. Edhe kjo bortari vet pe i thon mretit, unë fatkeqësisht e kam një lajm shumë të keq për ty. Këtë pjesëtarët e tutë familjes kanë me vdekë edhe ti zotërimet ki me vdekë. Dhe tash mreti po qartët. Kjo nuk është e mundshme, kjo s'ka mundësi me ndodhë, çka është kjo përgjigje jote, ti nuk po din me këty përgjigje ç'është dohet. Unë po jap rrogën ty, po të mbaj ty, po ti nuk po din me dhënë përgjigje ç'është dohet. Edhe pastaj obligon tjerët me gjetë një person që din me komentu ëndrrën ç'është dohet. Dhe thrasin një tjetër person dhe po vjen ai para mretit bashkë me këtë tjetrin që kish komentuar ëndrrën. Edhe i thot mretit ordna cila është ëndra jote, po thotë unë shoh ëndër
çdo natë që më dhamë po mbi një nga një. Thot valla zotërimrat, thot ndryshon prej këtij punëtorit tanë, unë kam një koment tjetër. Për këtë pjesëtarëve të familjes zotërimrat, ti pas kemi jetu mas gjati. Dhe ky tjetri tash që ish përsekutu për mretit, sepse s'ka komentu mirë që çdo të honrën, për thot ti thot zotni, thot unë thash që zotërimrat, këtë familjarët e tu kanë me vdekë, dhe ti ki me vdekë, dhe kur gjë ndryshe ti s'po thu. Dhe në historinë tonë po vdes mretin, historinë teme po vdes mretin, sepse ai ka thonë këtë pjesëtarët e tu të familjes vdesin, dhe ti zotërimrat, ki me vdekë, kurse ky ka thonë për këtë pjesëtarëve tu të familjes zotërimrat, ti kemi jetu mas gjati. Ky pi thot këtina tha, nuk është më rëndësi që ka thu, është më rëndësi që thu. Kështu që këtë komunikimi me adoleshentët tonë, normal, komunikimi edhe jonë nër me vete, është qysh na e thojna. Kështu që me adoleshentët nuk ka rëndësi që ka e thu. Po qysh ke zgjedhur një formë te me thonë dhe me përçu mesazhin drejt adoleshenti. Shumicën e rasteve na nuk e zgjedhim fjalorin. E përdorim fjalorin e njëjtë që e përdorim gjithkohon dhe nuk e marrim për bazë a është në gjendje ai me kuptu çka unë po i tham ose s'është në gjendje me kuptu çka po i tham. Kështu që shumë e lehtë është me pa më e lehtë kish me qenë shumë kish më ofru mbështetje dhe kish më ofru zgjidhje, për shembull nëse nuk jena agresiv kur na e dim që ai po përdor dohon ose ka sjellje deviante me pyet çka po të shtyn me pi dohonin, çka po të plotson, sepse e sheh që është rënë ndikimin e shoqënisë, është nevoja e tina për me u tregu që unë jam dikushi, edhe qaja ka bon qaj me shkuderit e duhani. Për shembull, adoleshentët din me menu edhe një gjallë. Për shembull, mundet adoleshenti me menu që thotë shika, unë që të fazën e sidomos shkollës të mesme, unë do të me tregu veten, sepse kam nevojë ma vonë kolegët e mi me majt men për diçka. Edhe unë e kisha një rast, edhe qaj rasti po të regon, tha, unë e mungoj në klas, mungoj iku prej orëve, sepse du mu dok interesant para kolegëve të mi, dhe du që ata me majt men mu për një që si sjellje. Tash ti si rritën asë që të shkon menja që aj po ik prej orëve, ose si mësos, ose se kujdestar, asë që e ki ndërmen që aj po ik për shkak, sepse është një mesazh cilin aj po dënë me përqu. Kështu që nëse e zbuloj mesazhin atëherë mund me një mu, që shaj me gjetë një mesazh tjetër, që kish mujt me u njoft mrena për mrena shoqënisë, me gjona tjera të shëndetshme ose me gjona tjera të cilat janë të pranueshme për rrethit, dhe jo me gjona të cilat në realitet nuk janë të pranueshme ose të çojnë në problematika tjera. E folëm për bullizmin, a u ke kuptu pak që kjo puna e bullizmit, domethënë për një periudhë shumë të gjatë, as nuk u njoft si term, as nuk u përdor. Kena këtë 5 vjeçorën e fundit përdoret shumë në shkolla, po bullizon, mos bullizë. Duket tër përdorim, na si kulturë kemi gjithë, kemi pas për shembull vazhdimisht kena thonë llapaç, vazhdimisht kemi thonë hunç, vazhdimisht kemi thonë ose kemi përdor terme cilat në realitet janë bullizuese. Mirë po kjo bullizimi në shkolla është në natyrë tjetër. Këto, domethënë kur të ka thonë dikush llapaç, dyqysh e keni ke pas një farë kënaqësie, sepse ka thonë prej dashnisë. Po sot nëse i thuni fëmije e stigmatizan, e keqson gjendjen e tina, sepse edhe shoqënia ka evolu prej një kulture tjetër dhe kultura ka evolu, tash kemi një kulturë tjetër. Dhe nuk mundesh mi thonë dikujna një term fys, këtë rast pavarësisht që i thu llapaç ose pavarësisht që i thua shurdhan ose terme tjera. Kështu që në shkolla dallëm prej kësajna, sepse në shkollë aja nevoja me tregu autoritetin e vet disa nxënësa, shtypin nxënësat e tjerë. Kështu që nevoja jam për me tregu kush unë jam, ose me mshef realitet kush unë jam, me mshef vujtjet e mia që unë i kam, unë e bona e si fëmije që i bullizoj të tjerët. Dhe zakonisht ata që bullizojnë janë persona që kanë një vujtje mrena për mrena, kanë një vujtje shpirtënore cila ndodh mrena familjes tyne, ose ndodh, atë është diçka e keqe që ndodh. Dhe kështu që ndodh të ta dhe që dënë më u trajtu. Kështu që unë kallëzoj agresivitet, kallëzoj zotësinë teme, ty i bullizu të tjerët. Kështu që bullizimi në realitet është një problem shumë i madh, sidomos të adoleshentët në përshkolla, sepse adoleshentët kanë nevojë me tregu autoritetin, kanë nevojë me tregu figurën e vet që e kanë mrena për mrena shkolla, kështu që çu tregohet mas lehti që kjo është ty i shtyp një kategori tjetër, ty shtyp personat e tjerë, kështu që i shtyp ata dal unë në qendër vëmendjes, ose ty u merr me ta, ty bullizu ata, dal unë në qendër vëmendjes, edhe unë mburna çka po baj. Dhe më e keqja është për shembull që na shohim video nëpër TikTok ose nëpër YouTube ose nëpër rrjetet sociale të çtyne personave që janë gjendje edhe me incizu çat bullizimin që ata e veprojnë. Po janë këta persona që janë bullizojnë edhe bojnë këto incizimet, bojnë këto videot, janë persona
që psikologjikisht kanë një nevojë patologjike që ka nevojë për mu trajtu. Kjo vjen shprehje pastaj edhe psikologëve në për shkolla, që është e domosdoshme, mirë po jo psikologëve në shkolla veç me pas na psikologun në shkolla, mirë po me leju psikologun me bë punën e vet për mëna shkolla, sepse psikologët dërgohen zakonisht personat të cilët janë në nështru bullizimit. Mirë po në realitet ata që ushtrojnë bullizimin janë persona që kanë më shumë nevojë me shku deri më rekomandu pastaj tek psikologu, më rekomandu pastaj edhe vlerësime ma detajume. Për shembull te psikolog me dërgu te psikologu klinik i cili me pa traumen, me pa gjendjen emocionale ma fell të shta individ. Pse këta po bullizojnë, çka pishtyn, çka është nevoja e tyne, çka është funksioni i bullizimit tyne ndaj tjerëve. Po, te adoleshent, domethënë që she diskutum, luajnë rol prindrit, familja, mësimdhënëse shkolla, edhe shoqënia, domethënë rrethi shoqëror. Po tash është një diçka shtesë, domethënë kohën e fundit që secili adoleshent ka telefon, edhe ka qos që ku do në internet. Edhe për dy prej problemeve që më kanë ndodhur pak më të shpesh, tani janë që është shndru kështu në fenomen në kur rast i veçantë, që krijojnë lidhje dashnise shumë herët, edhe me një farforme gjenia femërore detyrohen me çu foto intime adoleshentëve, edhe ato më vonë po keq përdoren. Qysh ndikon që kjo për më vonë edhe qysh mund me kontrollu çto prind ose shoqënia. Tash më shumë se sa me kontrollu, fillimisht na duhet me kuptu si gjendje dhe me kuptu si gjendje alarmante. Sidomos rrjetet sociale janë gjendje alarmante, çka ti sheh, dhe çka janë gjendje me bë adoleshentët tonë. Tash me njëherë na thojmë hajde të marrim telefonin, t'ja hekum telefonat edhe ata kanë me jetu një jetë shëndetshme. Po nuk mundëm me i izolu prej botës jashtme, nuk mundëm me izolu sepse bota jashtme kërkon që adoleshentët me pas rrjete sociale dhe kërkon që ata me pas telefonat e tyne. Normal që fillimisht na do të me pas parasysh që adoleshentët tonë kanë me modelu diçka. Modelimi vjen që shtati prej prindërve, prej shoqënisë, prej mësuesave, sepse shpesh fëmijët din me pas mësuesin figurë kryesore. Dhe çka paraqet mësuesi me pas një figurë pa prekne, një figurë unike, një figurë që nuk ban gabime. Kështu që forma që na kena mosil me adoleshentët tonë, kam i formsuar edhe modelin që ata kanë me qenë model. Një kryesore për adoleshentët është ai qysh e sheh veten edhe qysh e sheh veten si person, dhe pastaj qysh i sheh prindrit, pastaj qysh i sheh veten me prindrit bashk, dhe pastaj qysh i sheh veten në mrena qësoj shoqëninë në cilën ata jetojnë. Që prindrit janë figurat kryesore për adoleshentët tonë. Në qoftë se kena arrit si prind, mu bë modeli kryesor për fëmijët tonë, edhe kush të ban modelin kryesor, çfarë lidhja e shëndetshme që ti ke me kriju me fëmijën tan. Një lidhje e shëndetshme është një lidhje e hapun e diskutimit me fëmijët tan. Për shembull, nëse fëmia kthehet prej shkollës, ti si prind me koni gatshëm me ndëgju edhe me thonë, "O, çu shunive sa në shkollë, çu shkalove sa në shkollë, a morën ai pashe, a takove këta, a bane këta, jo, çu shunive sa në shkollë, çfarë ndjenjet ka dhënë shkolla, a pa diçka interesant, ka diçka që morë me veti prej shkollës, me bani komunikim të shëndetshëm. Dhe komunikimi e hapna janë gjithherë komunikime të shëndetshme. E tash normal që prind kanë tendenca me u bën shok edhe shoqe me fëmijët e vet, me adoleshentën e vet, edhe ideja është që unë bëhna shok dhe shoqe me fëmijën tim, sepse ai më tregon pastaj gjithçka. Nuk është patjetër gjithçka me tregu. Po ti mi jep siguritë mjaftueshme që ai më ka në gjendje me pyet ty edhe për plot fenomene të cilat aty ndodhen, me tregu që unë një keq në shkollë kur mësuesi ka thonë diçka, ose unë një keq në shkollë kur ka thonë diçka kolegët e vet, kështu që kjo qasja e parë e prindërve, më gjithherë hallka kryesore, se problemi kryesor janë prindërit për adoleshentët. Nuk janë ata që kanë me bani diçka keq, po janë prindërit ata që e kanë ofru. Kështu në qoftë se prindërit nuk janë, pastaj sigurisht që ai ka me dalë me pa model mësuesin e vet. Në qoftë se as mësuesi nuk është, atëherë është rruga. Edhe në rrugë, normal që është janë videot, din me kon pastaj modelet mira edhe këta muzicientat, domethënë çto reperat, edhe tash kur reperi del në skenë, edhe është me drogë, është me alkoola, normal që edhe unë kam qef mu nisi ai, sepse është një model i mirë. Mirë, po në qoftë se ki fatin e mirë, me pa gjetë një model të mirë, pavarësisht shkollës edhe pavarësisht familjes, që dikush mundet me gjetë, për shembull mundet me gjetë në libra, me gjetë një autor, me gjetë një personazh brenda libra, me gjetë një hoxh, me gjetë një udhërrefyes, me gjetë një dikan, i cili të ka lënë mbresa, edhe që ato mbresa që ty të lënë ti pastaj vazhdon me ndjek.
Kështu që në farë mënyrë adoleshentët janë persona të cilët janë në kërkim të një modeli që kanë me ndjek pastaj tutje. Për shembull, unë e kujtoj mirë adoleshentën tem dhe e di që për me u bën arbër si arbër ka luajtur rol shumë 2-3 figura, që ato i kom identifiku pastaj në seanca terapeutike, që ato janë figurat e mia kryesore. Për shembull, mos me qenë gjyshrit e mi, mos me qenë prindrit e mi, unë nuk isha me konë që kjo figura që unë jam tash. Dhe qaja forma që ata kanë ditë mu sill me mu, që kanë ditë me më ofru, edhe në kur unë kom pas problematika, kur unë kam qenë rebel, kur unë nuk kam qenë vetja jam, a jam ka bon që pastaj unë me i definu vetën tam si arbër dhe me i kuptu mirë çka unë po du. Në të kundërtën, në qoftë se unë isha bë pjesë e një shoqënie rebele, edhe modeleve dikush kishte më keq përdorur, sepse shpesh adoleshentët dinë më keq përdorur, dinë më bë dilera të drogave, dinë më bën dilera të sanave gjanave që janë të papranueshme dhe janë sjellje të këqija, kështu që krejt është në pyetje siguria që unë e kam marrë për prindëve të mi që unë mos më shku në një rrugë tjetër, por më shku në rrugën që unë e kam zgjedhur. Për me konë më të pranueshëm shoqëni shpesh po përdorin domethënë si rrugë domethënë adoleshent meshkuj me u bë pak më gangstera ose gjinia femërore me ndjek këto modelet që veç ke këngëtare të tjerë. Dhe një pyetje tjetër domethënë lidhe me telefonin është çështja e lehtë pornografi. Edhe sipas dhënave adoleshentët shikojnë shumë domethënë përmbajtje të tillë. Qysh ndikon kjo në personalitetin e tyne dhe në jetën e tyne? Kur e marrëm për bazë teorinë e Maslowit, që shumica e dinë në hierarkia e nevojave të Maslowit, e para janë nevojat fiziologjike. E dyta është nevoja për siguri, edhe e treta është nevoja për dashuri. Që pastaj vijnë tjera, estetika, aspektet kognitive dhe gjanat e tjera. Mi po çto tri nevojat bazë. Pastaj nevojat për zhvillimi i trupit, aspekti psikofiziologjik që është zhvillu, tash adoleshentët janë të gatshëm edhe për seks, janë të gatshëm edhe me përjetu, kënaqësinë e tyre në aspektin të i përdor trupin e vet. A kanë me ndiku mirë, a kanë me ndiku keq, nuk po du me thonë herë, po du me thonë që ata kanë nevojshme për pornografinë, ata kanë nevojshme për sanet tjera që janë të kësaj natyre. Pse po tham kanë nevojshme, sepse kanë nevojë që ato impulsat e tyre fiziologjik, trupi ka nevojë me ecë në çit procesin e pjekjes, çit procesin për me përjetu çdo gjëra që në realitet përjetojnë, të shiku pornografi ose të u përfshi në aktivitete tjera. Mirë po, pornografia nuk është diçka e mirë. Gjithë është diçka shumë e keqe. Për shkak se çto nevojat përmbushja nevojave seksuale në këtë rast përmes pornografisë janë përmbushje nevojave të mrapshta dhe nuk arrin me u plotësu komplet nevojat. Shumë mirë është një adoleshent me leju veten e tina që kjo shprazja seksuale me ndodh përmes gjumit, sesa aja me ndodh në mënyrë mekanike përmes pornografisë ose forma të tjera që ata e mundën me i apliku, sepse kjo është temë tepër e rëndë, edhe po ashtu është tepër tabu, sepse na nuk flasimi me adoleshentët tonë për nevojat e tyre seksuale që ata i kanë, dhe faza kryesore kur ata në kulm e kanë çet pjesë, domethënë me identifiku veten e vet me çet nevojë, edhe nuk kanë informata, ata duhet me gjetë informata. Dhe informatat më të lehta janë informatat me gjetë përmes pornografive dhe së gjëra tjera. Kështu që faqet pornografike kanë një nevojë të vetën që mundet me ka patologjike me fitu pare për me sajna. Mi po, në anën tjetër, ato ekzistojnë ato për mi plotësu nevojat e shtyne persona. Kështu që, në realitet, identiteti, me gjetje e identitetin kush unë jam, është edhe aja në aspektin seksual kush unë jam. Dhe shpesh tash informata palidhe që postohet në për media, në për rrjetet sociale, edhe adoleshentët të qenë në qëtë fazën e pjekës, ata nuk din me menu edhe straight, nuk din me menu edhe drejt në ashta, dhe mundet me u kriju një patologji të ata, ose një pasiguri kush unë jam në pjekën, ose kush mi plotëson nevojat e mia, në këtë rast nevojat seksuale. Kështu që është një temë tepër e rëndësishme që prindërit duhet me pas parasysh edhe me diskutu këtë pjesë, jo tash na me inal në rrjetet sociale, me inal në telefonat e tyne, jo pa tjetër me inal faqet pornografike, mirë po
do të me dit do të me gjetë një formë qysh i kuptojna, do të me gjetë një formë qysh nashta dhe i ndalojna, sepse faqet pornografike din pastaj edhe me u keq menagju, mu manipulu. Për shembull, unë ku morr vesh ma mëti për një klientit tim që pas ka mundësin që ti me u fut edhe në video, edhe ti me bë chatting me video përmes çtyne faqeve. Në realitet sa i sigurt tash me botën e inteligjencës artificiale, ti me shfaq vetën tone, me shfaq organet e tua para kamerës, mos ato kanë mu kesh përdor ma vën, pastaj kjo probleme tjera, për shembull mushit videot, edhe tu kesh përdor videot, edhe ka plot sene, ka plot pasiguri, cilat munen me pru qëto faqet e mrapshta, qëto faqet pornografike. Që në realitet, na si familje, na do të me eduku adoleshentët tonë, që ata me pas parasysh që janë në një fazë të zhvillimit seksual, dhe që a faza e zhvillimit tyne seksual kërkon edhe përmbushje seksuale, përmbush shprazjen përmes kësaj mbushje seksuale, mirë po që kjo mbushja dhe shprazja do të me kanë të natyrshme dhe jo me kanë të mrapshta. Që na do të me kuptu një herë si fenomen, edhe me u përpiq me gjetë rrugë alternative qysh ata mësohen nëse edukohen këtë pjesë, sepse kur nuk është zgjidhje faqet pornografike asnjëherë, sepse ato ndikojnë tepër keq në gjendjet tona psikologjike. Fillimisht energjia kryesore mrena për mrena neve është energjia seksuale. Dhe qysh na e përmbushëm energjinë tonë seksuale ndikon në disponimin tonë, në gjendjet tona psikologjike. Kështu që adoleshentët janë çfarë krizën e tyne, edhe në fusha tjera, por gjithashtu janë edhe në krizën e qësajna. Kështu që nuk është gabim na me fol për këto tema, me fëmijët tonë, do të me fol haptaz, për mi mësu qëto gjana, që ata pastaj në rrugën e tyne të sigurt, me mujt me i pjek të vetja, me mujt me zhvillu qëtë pjesë, sepse në të kundërtën ata devijojnë qëtë pjesë edhe munën më këshpërdor, ose munën me i plëcu në mënyrë të mrapsht nevojat e tyne fiziologjike. Po nëse morëm qito, do me thonë edhe probleme tjera. Që sillen prindët dhe cilat janë gabimet më të shpeshta që i bëjnë prindët në raport me fëmijët e tyre adoleshent? Mos kuptimi. Tash nëse e pyet një adoleshent cili është problemi jot brenda familjes, kërkush nuk po më kupton. Kërkush nuk po e din çka unë po du me thonë. Kështu që sanin e parë ose gabimin e parë që prindët e bojnë është me arrit mi kuptu. Po do të më diferencu prindrit, do të më nda për qësaj pjesës. Me pa gabimet e veta të fëmijët e vet, me pa gabimet e veta të adoleshentit vet. Sepse frika e madhe mos po gabon sikur unë kam gabu, sepse ti projekton të fëmijët e tu gabimet e tua që i ke bën. Normal na pa gabime nuk rritmi, pa gabime nuk pjekmi. Ato janë të mira që ndodhen, sepse na pjekin, përvoja është ajo që na ban ata që na jena. Kështu që normal që edhe përvojat e mira, përvojat e këqija neve na kanë ndihmu me kanë ata që na jena. Kështu që do të më diferencu fillimisht prindrit me projektu veten e vet tek fëmijët e vet. Dhe kur ti diferencohesh edhe sheh ata si individ, atëherë i ke jap mundësinë e parë që ai mu pavarësu. Kërkesa kryesore e adoleshentëve është mu pavarësu, me kanë i lirë. Edhe thot sa mirë kur ti bajnë 18 vjet, kërkush s'ka më përzi, edhe unë kam e pas botën tem. Mirë po në realitet po flet për një nevojë tina që ka nevojë me kanë i lirë. Pse nuk është i lirë? Sepse ka prind vazhdimisht që qëndrojnë mbi kry. Çka po ndodh në telefonin tanë, ku ka erdhen 10 hajde para qeto, dhe i ka ndë nevojat veta që ti dush me lanë pavarën, me mësu. Çka kështë me lanë kryesisht ose fillimisht pavarën është me lanë me kanë ai pavarën në kuptimin kur flet me ty, me kanë i lirë kur flet me ty. Mi po që sen te ndërton kur është ai fëmijë, jo kur ai ka arrit në adoleshencë, që gjatë ti ki me përqu te ai si mesazh formën që dy prindit kanë komunikuar ndër me veti, sa prindit kanë qenë të lirë ndër me veti. Me fol për tema tabu, me fol për tema të ndryshme, për problemet që i kanë, kështu që kryesisht, domethënë nuk kërkohet tashmë na me eduku adoleshentët, sepse adoleshentët çka mundesh me eduku te ai, është një botë pa edukune, është një botë rebele, dhe është e natyrshme, nëse ai kish me kanë një botë edukune dhe një botë tepër reale në kuptimin më përmbaj çdo normë shoqërore, ai s'është adoleshent. Aja faza në cilën ai qëndron të pjekjes personale është çaja që kiç ato gjana të këqija, ai do të më i bën realitet për më pjek. Kështu që prindrit janë ata që do të më thirr mendjes vet
me eduku në një farë mënyre për me kuptu tutje edhe botën e adoleshentëve tonë. Po, dallojnë brezë, dhe me thonë adoleshenca dikur me adoleshencën sëd, për marrë shambull, jo kërë një ka adoleshent, nëse keni dosht me, me shkru një qike, se diçka u kon shumë e vështirë, nështë dosht një letër, me aqut e dyrë, ta me jam shef dikon, u kon procedurë, dhe me thonë. Nëse qosin për në grafi, se ke pos goti, se ke pos shans me hi. Po, sigurisht se dhe ta shumë na dhe përmenë më dhe në fillim, zhvillimi i teknologjisë ka bo që me ndryshu edhe kultura jonë, me ndryshu edhe perceptimet tona për botën. Kryesisht ma kujtove një problem kryesisht që kanë tash motrit, edhe sidomos adoleshentët me gjetë partnerin e tyne ideal. Kur kalon të fazën adoleshencës, me njëherë ty duhet një partner. Dhe tash a do të me shkruaj ideali qikës, a do të qika me shkruaj idealit. Përderisa kjo ka qenë definune ku më herët, tashmë nuk është definune. Sepse djemt, këto pe tham prej vajza, që po thonë që djemt janë bërë diçka si vajza. Kurse edhe vajzat po thonë për djemt, njëkohësisht edhe djemt po thonë njëjtin sen për vajzat. Kështu që është një farë kohe që sidomos në gjetjen e partnerit është tepër e vështirë, sepse nuk gjojnë guximin me ju paraqit na kena thonë këtu një herë. Sigurisht që u kanë më e lehtë, sepse kur ti ke shkujt një letër dhe ke dhënë dikujna është më e lehtë se sa tash dosh me shkujt në Instagram s'ta kthen mesazhin, kur ti ke dhënë letrën s'ka pas çare pa e qenë letrën. Se tash nuk e qel mesazhin në Instagram. Që është një botë që në realitet pe pyet një person i cili nuk din ç'është që ke botë, sepse nuk e kam jetuar çat botë. Mirë, po kush mundet me spjegu mas mirë të ata që janë të jetuar çat botë. A ka ndryshu? Po, ka ndryshu shumë, sepse gjithçka ka ndryshu edhe gjenerata jam. Prandaj edhe piqujna gjenerata Z, sepse është gjenerata e kompjuterave, është gjenerata e teknologjisë, është gjenerata ku ti bëhesh më shumë individualist. Sepse na kena qenë kolektivista, na kena qenë më shumë mrena dhe më të hapur me shoqnin. Kurse tash ti dush me ka mbyllën, për shkak se shoqnia apo e keq përdor informatat ato çka ti tregon. Kështu që zoti një mod vëllajn se ka ndryshuar shumë, sidomos kjo pjesa e gjetjes së partnerit, që është bën vështirësi në veti, për shkak që asajna nevojës më njoft, forma që është njohësh me partnerin tanë, që të fazat e njohjes edhe këto gjanat që ndodhin për rreth. Po, unë jam simulantës me një shkollë, edhe e kam klasën e 6, domethënë kujdesori tyne. Edhe gjanat që e din ata për një më shpesh nuk e di, kur djem të shkruan tabelë ose diçka e një që bisedojnë mes veti. E na si të rritën, që na duket vetja më ditur, nuk kem domethënë kanë herë njohuri për senet që e din ata. Ata janë taf në senet tjera, na jemi do të tjera, domethënë kena një farë mos përputhje çto. Për shkak se na si të rritën, mendojnë që kena zbulu botën. Kurse ata janë halon kërkim të zbulimit botës. Sigurisht na desim na vazhdimisht do të më mësu. Mirë po, ata janë qatë procesin e mësimit, jo të mësimit veç në shkollë, pra në procesin e mësimit edhe dë botës për rreth, me mësu për sjellje edhe për plot sene. Mirë po, na si të rritun, na kemi ngecë që ato, sepse thojna për neve mos s'është më rëndësi me mësu diçka, me marrë përvoja të reja, prandaj ata janë më aftë shpesh se na, kanë informata më shumë, sepse janë të interesuar me marrë që ato informata. Kjo është diçka e mirë, sepse normal e pasigurt për neve, sepse ata po dinë gjithçka, na duhet me ditë jo ata, mirë po e mirë sepse ata po mësojnë, edhe ata po mësojnë shumë gjona cilat ju dohen, ndryshe nuk kishin me mbijetu në që të botën e pasigurt, që të botën e dijes. Dë gjona që i dinë na për shembull për historinë e Kosovës, shkrimtorë e tjerë, ata nuk është që për shembull i dinë ashtu, po dinë sa në treja për youtuberë, çka bën, çfarë fenomene janë, për teknologjinë dinë shumë, ose i komunini dhe të full për këtë rregullimin ADHD, shumica dhe të rritunit nuk e dinë, domethënë ata si kolektiv e dishin krejt. E që kjo është pak kështu e çuditshme në shikim të parë. Po për shkak se inteligjenca artificiale ka bërë të mundshme ti me marrë informata. Dhe kur ti e pyet për disa simptoma tua, po sillna kështu edhe më një herë ka më thon ADHD. Pastaj shpesh kjo ka mesazhe nëpër TikTok, ka mesazhe të shkurta që la t'japin çto informata. Dhe ata kanë mundësinë me marrë çto informata dhe me i përdor. Po tash kjo nuk ish me kanë mirë me sigurisht kjo që pe përmend ti ADHD me diagnostifiku veten, sepse psikolog klinik dhe psikiatrat janë ata që mundën me diagnostifiku, sepse shpesh këto sjelljet që janë arrogante, këto sjelljet që janë tashpra dhe energjike, na i drejtohemi si probleme të ADHD-s, se ADHD i bën që me pas një hyperaktivitet
qash madh sa që ti çuditesh ku bëjon gjithë energji edhe ti gjithë këto lëvizje që i ki, që është e zakonshme për adoleshentët. Mi po nuk do më thonë patjetër ti me pas ADHD, është thjesht një energji që e ki me vetes tonë dhe dohet me u zhvillu tutje. Tash unë që rast unë besoj pak më ndryshe, sepse ADHD-ja ma vën është pjesë e personalitetit, shumë lëvizshmëria, sjelljat tua janë pjesë të personalitetit dhe kështu që ma vën që ADHD-ja shndërrohet në një personalitet caktuar, qoftë personalitet, çrregullim ndaj personalitetit caktuar antisocial për shembull, ose me pas ndaj problem me ankthën, ose me pas ndaj problem tjetër, që është e natyrshme që ADHD-ja na me pas. Nuk është e panatyrshme, është diçka e domosdoshme, sepse çaja energji ty dohet me funksionuar që të bëhet për rreth teje. Po, jena këta fundi, një pyetje pak të djashtë në temë, apo e zëvendëson psikologin inteligjencë artificiale, këna po një debat edhe në televizion e tjera, në rrjete sociale? Vëllai, na psikologët e dim që s'ka me zavendësu. Për shkak se nashta na dojna me menu qashta. Mirë po apo një që pjole pa fumë asysh? Jo, për shkak një dinamike që njerëzit e kanë. Për shembull, nëse thojmë një dinamike, po flasim për një dinamike të pavedishme, të paravedishme edhe të vedishme, që kjo është një energji psikologjike cilën na e kena. Dhe lojnat që din me lujt çdo tri energjia, sa ka me ditë inteligjenca artificiale me integru, me kriju një matricë e cila integron të tri çdo procese. Sigurisht që nëse ti e pyet, jam në ankth dhe kam një gjendje të keqe në cilën po kaloj, ai ka me të kthy ty përgjigje. Mi po nuk është në gjendje me perceptu çka po ndodh në çdo dinamika. Normal që ai përgjigjet njëjtë sikurse psikologu çush po përgjigjet. Por nuk është në gjendje me pa si proces dinamiken e egodinamizmav cilat ndodhen në çato pyetje cilat ty t'i ban klientin këtë rast. Kështu që ti mundesh me u përgjigj, po e kuptoj që ti po ndjehesh, e kuptoj që ndoshta ti ke nevojë për përkrahje më shumë psikologjike, e kuptoj këtë gjë ose më thon, po çush kishe më ofru ti zgjidhje dhe një çush na ju thojna, po nuk ka mundësi me zavendësu çet pjesë. Për shembull, teoritë kryesore janë teoria psikoanalitike për me kuptu njerëzit, edhe është teoria tjetër që është teoria e Abraham Maslowit, që është teoria hierarkia e motiveve. Dhe kur i ban, veç kur i studian që të dyjat, do ti ki me pa që në realitet inteligjenca artificiale nuk mundet me i zavendësu. Shiko, mundet me zavendësu atë aspektin emocional, përkrahjes emocionale, po me kuptu ndjenjat, edhe çush ka mundësi me kuptu selfin, qatë konceptin e selfit, qatë ndjenjat e mbrëmshme të një individi. Çush ka mundësi inteligjenca artificiale me kuptu qatë unitetin ose qato të veçantat që i ka një individ. Kështu që çdo individ është unik në vetën e tina, kështu që ka mundësi çdo matrica me kuptu këto. Sigurisht kjo e ka botën pasigurt, edhe normal që neve psikologëve na vjen zheg kur po na thonë kena më zavendësu, po njëkohësisht edhe atyne që menojnë që kanë me na zavendësu, edhe atyne duhet më orë zheg, sepse që dinamiken, që psikodinamiken energjive psikologjike nuk besoj që ka mundësi me zavendësu. Për andaj gjykimet tona, botkuptimet tona, bashkëndjenja që na e kena, nuk besoj që mundet inteligjenca artificiale me zavendësu. Orber, të falenderoj që ki edhe ndove këtu informata me neve, mësum shumë gjonës, dhe mëson për publikun e lësojnë ata. Presun çfarë komentesh për na dhonë, edhe pse nuk i lexoj shpesh. Nuk ndikuj, no? Nuk i lexoj, veç i kam do shok që më kallëzojnë çka po shkruajnë, po nuk i lexoj. Faleminderit shumë, të përshëndes.